Kryeministri Edi Rama reagoi përmes rrjeteve sociale për problematikën e krijuar nga shëmbja në rrugën Librazh-Përrenjës dhe akuzave të përfaqësuesve të opozitës se fluturoi me helikopter drejt Korçës për shkak të situatës së bllokimit të rrugës drejt Juglindjes. Sa për aksin e bllokuar këto ditë, duhet një ligësi e madhe, një dëshpërim i thellë dhe një padije e rëndë për t'ia faturuar qeverisë problematikën e një rrëshqitjeje gjeologjike të masivit natyror në anë të rrugës së vjetër, që ka impaktuar dhe aksin e ri, por që ka zero lidhje me ndonjë përgjegjësi profesionale a teknike të projektuesve, zbatuesve apo autoriteteve përkatëse. Kreu i qeverisë u referua një situatë rrëshqitjeje masive në Itali për të bërë dallimin sipas tij në trajtimin e fatkeqësive natyrore. Në Itali po rrëshqet gjatë këtyre ditëve një masiv gjigant që rrezikon të marrë me vete një qytet të tërë të banuar, por nuk ka ndonjë kanal, qoftë edhe portal në atë vend, parti politike jo, që ta trajtojë fatkeqësinë natyrore me histerinë e këtueshme, ku ky avaz është bërë një traditë lig. Ndërsa për fluturimin tim mbi aksin e bllokuar, kryeministri ndau dy qëndrime, i pari shënjestronte kundërshtarët. I kam rënë Shqipërisë rrotull më shumë se tërë kryeministrat e tjerë të marrë së bashku, qysh nga krijimi i shtetit shqiptar, dhe kam prekur këtë vend në çdo qoshe, jo si turist, po si kryeshërbëtor i zgjedhur i shqiptarëve, të cilët i çmoj më shumë se çdo telendar politik, a mediatik dhe më njohin më mirë se kushdo prej tyre. Prandaj, edhe më kanë votuar gjithnjë më masivisht, duke ish përfillur rregullisht tenxheret mediatike e dallaveret politike. Kryeministri Rama sqaron se përdori një helikopter të forcës armatosur për të shoqëruar një grup investitorësh prestigjioz në Korçë dhe Vlorë, si dy destinacione me potencial për të mikpritur universitete të mirënjohura ndërkombëtare. Agjendi sipas tij e planifikuar prej kohësh. Me aks të lirë, a me aks të bllokuar, ky fluturim me helikopter ishte planifikuar kohë më parë, pikërisht sepse grupi që vjen do të shohë Korçën, Vlorën e nesër Tiranën në vetëm 24 orë qëndrimi në Shqipëri. Dhe në fund, kreu i qeverisë ndan një qëndrim për debatin e krijuar. Por fundja çfarë do të them unë? Tenxheret do të thonë atë që kanë për të thënë dhe në fund fare, karvani do ecë përpara, qenë do të vazhdojnë të lehin, veprat do jenë të vetmet që do të mbeten.